Mbrëmjen e Krishtlindjes, Teatri Andonza Koçajupi në Korçë u mbush me tinguj armonie dhe ndjesi festive fal koncertit a kapela të korit Aria e Korçës. Në drejtimin e maestros kosovar Trimor Dhomi, kori solli një program të zgjedhur këngësh, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe shpirtërore në përputhje me frymën e Krishtlindjes. Me vullnetin e tyre, me durimin mas pari, durimin që ka, edhe pasionin, zemrën për këngën, po ja dalin çdo edicion me partitura më të vështira e më të vështira. Edhe profesionistët hezitojnë gjithmonë, jo që janë krijuar nga unë, por kushdo që i krijon partitura profesioniste të tilla, të këngëve popullore, po me një qasje të muzikës serioze klasike. Nuk është as pak e lehtë. Një dedikim i veçantë në këtë mbrëmje ishte për artistin Kostika Mitace, i cili nuk është më mes nesh. Kostika ka qenë jashtëzakonshëm, jo vetëm në zanin që ka pas, po edhe në tavolinë, siç themin, ka qenë një fisnik. Drejtoria e Teatrit Andonza Koçajupi në Korçë, Zamira Kita, u shpreh se aktivitetet kulturore do të vijojnë dhe në ditët në vazhdim, pasi Korça tashmë është ndëruar në qytetin e festave. Do të vazhdojmë me korin e të rinjve të shkollave të mesme, do të kemi korin Lira Deri Kombit, një nga kryeveprat që ne mezi po e presim, një muzikal Katedralia që do të vijë në datat 28 dhe 29. Do jetë një gjë e bukur për ta përmbyllur të gjithë këtë muaj festiv. Repertori i pasur dhe interpretimi i ndjeri koristëve u pritën me duartrokitje të vazhdueshme, ndërsa çdo pjesë muzikore u shndërrua në një mesazh drite, paqeje dhe bashkimi.